kam për tupë që të punoj me burrin, edhe çfarëdo që të flasin tjetër mu nuk më intereson. Aleksa nuk e kishte menduar ndonjëherë se do të punonte në një lavazh makinash, derisa bashkëshorti, Siliani, i kërkoi ndihmë pasi nuk gjente punëtor për biznesin e tij. Tashmë janë bërë 5 vite që burri e grua punojnë krah për krah njëri tjetrin në lavazhin e tyre, në anë të rrugës nacionale Lezhë-Shkodër. Aleksa është e vetmja grua lavazhiere në Lezhë. Ditët e para të punës e kanë djerë para gjykimin e klientëve, por me kohën kuptoi se puna është për krenari e jo për turp. Bashkëshorti është mbështetja më e madhe për të, dhe të dy bashk punojnë 16 orë në ditë për të mbajtur 3 fëmijët. Fillim e kam pas pak të vështirë me sy tjetër, po me kalimin e kohës jam mësuar me mu, edhe më thojnë bravo të qoftë që ndihmon burrin. Po tash bashkëshortja ja ka marrë dorën mirë, çdo gjë biles gruaja është diçka se dora gruas ka diçka ma tepër se i mashkull me këtë punë. Natyrisht, të qëndrosh gjithë ditën me duar në ujë, dimër e verë nuk është e lehtë, por çifti Guqe nuk din ta ankohen. Punojnë çdo ditë të javës për të mbajtur fëmijët dhe janë të kënaqur me biznesin e tyre të vogël, që siguron të ardhurat për të përballuar jetesën. Ka raste që punojnë 6 muajtor punë, lojë ka, po fitesa është mjaftueshëm. Mja dal me sukses. Vështirë fillim ishte pak për mu, po me kalimin e kohës u mësova. Lodhje ndje boll, po nga gjendja ekonomike që jena, jam du të me bë patjetër. Çifti Guqe në Lezhë është shembulli i vërtetë i sakrificës në emër të familjes.